E sonte me mua është Dritan Ajazi. Dritan, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. E shumë kundër një kandidati që ne mendojshëm edhe tash mendojmë prapë që kishte degradu Drenosin s'kajshëm, me vetë faktin sepse ata bazoheshin në një pikë të statutit partisë, ku thot që nominimi për kryetar komunav i takon ekskluzivisht kryesisë qendrore dhe kryetarit partisë. Drenosit pas luftës për herë të parë Partia Demokratike shkon në ballotazh. Shfrytëzoj rastin që t'ju uroj lirim sa më të shpejt të gjithëve, në këtë rast presidentit Hashim Thaçi, kryeparlamentarëve Jakub Krasniqi, Kadri Veseli, deputetit Recep Selimi, gjithë shokëve tjerë që mbahen ato tërësisht pa drejt. Sot Drenosi nuk qeveriset. Sot me keqardhje tham Drenosi sunduhet. Sunduhet nga zoti Lladrovci. Zëm tek i ditëlindjes, nuk guxoj me tho urime se ai hen e kqyre dhe vaj halli për to, nëse më ka komentu, më ka hon urime ditëlindje. Pse i dhojnë çmime në qoftë se ju veni nga një subjekt edhe i keni një mori kritikash për të?